Vlezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kaluam një muaj të tërë së bashku në mexhlisat e muajit të Ramazanit, ku shpjeguam mëkatet e mëdha të Imam Adh-Dhahabiut rahimallahu taala. Kurse sot do të jetë ligjërata e fundit, ku lutë Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala të na shpërblen për çdo vepër, për çdo punë që kemi bërë, mexhlise që kemi ndetur, që mexhlisat ku I rrethojnë melekët e Allahut azza wa jall, mexhlise ku falen mëkatet, mexhlise ku zbret qetësia shpirtërore, mexhlise ku e rrethojnë melekët atë mexhlis, ku e lutë Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala të na regjistron veprat e mira në ditën e Kiametit në peshorën e tij që peshon me peshorët e tij në shpërblime të pakufishme. Allahumma amin. E sot do të flasim ashtu si është edhe tema që thënë arabët e përdorin khitamuhu misk. Përfundimi të jetë I ëmbël dhe të jetë I mirë, që mendojmë me përfundu me një temë e cila është pendimi. Që lutë Allahun azza wa jall që çdo njërit nga ne, Allahu subhanahu wa taala t'i jep përfundim të mirë dhe ta përfundojmë jetën tonë me pendim dhe të takohemi në xhenetet e Allahut azza wa jall, në xhenetet Firdaus me pejgamberin alayhis salatu wassalam, me pejgambert, me njerëzit më të zgjedhur të ummetit islam, me Abu Bekrin, me njerëzit më të mirë të kësaj historie të njerëzimit. Ajo që e ka cekur Imam Ibn Qayyim al-Jauziu të një libër Madarij as-Salikin, Menzilet Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, e ka një libër të mirë ku thot se stacioni I parë apo starti I parë I njeriut në këtë jetë duhet të fillohet me pendim. Dhe jeta e tij në vazhdimsi, duke shkuar te Allahu, duke afruar te Allahu, duhet ta shoqëron me pendim. Dhe fundi, stacioni I fundit para takimit me Allahun azza wa jall, përsëri duhet të jetë çka me pendim. Pse? Sepse njeriu në vazhdimsi është I dopt. Në vazhdimsi njeriu mëkaton. E pasi që njeriu mëkaton, atëherë duhet që ta shoqëron me pendim. Ta shoqëron me falën ndaj Allahut azza wa jall. Pse? Sepse transmeton Enes ibn Maliku radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë: kullu bani Adem khata. Çdo biri I Ademit është gabimtar. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dhe më I miri prej tyre është ai I cili pendohet tek Allahu azza wa jall. Derisa Muhamedi alayhis salatu wassalam, I cili ishte krijesa më e zgjedhur në sipërfaqen e tokës, njeriu I cili ishte njeriu më adhurues në sipërfaqen e tokës, njeriu më I ditur në sipërfaqen e tokës, ai thot kur ishte në mexhlis sahabët, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk u ngrit te ngaj mexhlisi pa kërku 70 herë me një mexhlis dhe pendim tek Allahu azza wa jall. Pa kërkuar falje istighfar dhe pa u pendu. Dhe tha pejgamberi alayhis salatu wasalam: inni la astaghfirullaha fil yawmi wa atubu ilay 100 marra. Unë gjatë krejt ditës, prej mëngjes deri në mbrëmje, kërkoj 100 herë falje te Allahu dhe pendim. Pse? Sepse njeriu kur kërkon falje dhe kur kërkon pendim, Allahu azza wa jall këtë njeri e pastron dhe e ngrit në grada të larta dhe bëhet nga robërit që I don Allahu. Sa Allahu po thot kullu bani Adem khata, çdo biri I Ademit është gabimtar dhe më I miri prej tyre është ai që pendohet. Ashtu siç kush gaboi I pari, gaboi prindi I njerëzimit Ademi alayhis salam, mirë po ai u pendua, Allahu azza wa jall e fali, e mëshiroi dhe e ngriti në grada të larta të xhenetit. Dhe kështu duhet të jetë njeriu të ngjan kësajna që në vazhdimsi të jetë me pendim tek Allahu azza wa jall. Për atë tha Allahu subhanahu wa taala: afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Njerëzit a nuk kërkojnë falje dhe pendim tek Allahu azza wa jall, kurse Allahu subhanahu wa taala është Ghafurur Rahim, ai që I fal këtë gjunahet dhe shumë I mëshirshëm ndaj robërve të tij.
Po ashtu tha Allahu Azza wa Jall, "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Nëse njeriu bën ndonjë vepër të keqe dhe i bën pa drejtësi vetit të tij. Njeriu mund të bëjë vepra të këqija, ndërkohë ajo të vepra të këqija janë pa drejtësi të cilët ja bën vetvetiu. E çka thot Allahu Azza wa Jall? Thot, "Zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim." Ata e përmendin Allahun, kërkojnë falje dhe Allah i fal, dhe a ka kush tjetër që i fal mëkatet përpos Allahut Azza wa Jall? Dhe thot Allahu Azza wa Jall, "Wa lam yasirru ala ma falu wa hum ya'lamun." Dhe ata kur pendohen tek Allahu Azza wa Jall, largohen nga i mëkati, nuk këmbgulin mëkat pas asajna, pasi që ai pendohet tek Allahu Azza wa Jall. Ajeti më shpres dhënës dhe tregon madhështin e mëshirës të Allahut Azza wa Jall të gjerë, dhe tregon se Allahu Azza wa Jall aq i don robrit e tij, sa që i ka futuar me një cilësi që Allahu Azza wa Jall më së shumti që e ka përmend pejgamberi alayhis salam, e ka përmend me këtë cilësi që është abd, robi i Allahut. Ne e përmendim robi i Allahut, mirë po me thonë Allahu se është robi i Allahut, do më thonë njeriu më i afër që e ka kriju Allahu si përfaqen e tokës, që e ka arrit kulminacionin e adhurimit, e ka mrit të jetë adhurues robi i Allahut Azza wa Jall. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? "Qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim." Thuaju robërve të mi. Thuaju robërve të mi. "Qul li ibadi alladhina asrafu." Nuk thot ato që kanë bërë gjunahe. Thot ata që i kanë tepruar gjunahe. Sa interesant. Thuaju robëve të mi. Megjithëse Allah po vazhdon po thot atyre që kanë bërë aq shumë gjunahe, e kanë tepruar gjunahe. La taqnatu min rahmetillah. Sa interesant po thot Allah. Mos i humbni shpresat në rahmetin e mëshirën e Allahut. Do më thonë, ku me ditë që a ki bo gjunahe? Ne kemi spjegu shumë mëkate për mëkateve të mdoja, dhe ka dhe shumë do shta mëkate që nuk kemi arrit t'i spjegojmë. Gjitha të mëkate të krejtë, dhe nëse njeriu kalon kufit shumë gjunaheve, përsëri mos i humbni shpresat nga rahmeti mëshira e Allahut. Min rahmetillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah i fal këtë mëkatet. Nuk ka mëkat në sipërfaqen e tokës që Allahu Azza wa Jall nuk e fal. Derisa tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu Azza wa Jall e fal edhe shirkun, edhe kufrin, i fal krejt gjunat nëse njeriu pendohet. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, 3 raste Allahu Azza wa Jall i ka fal këtë gjunahet, të mëdha dhe të vogla. Cili është ai? Ka thonë, jo muslimani kur bëhet musliman, nga rahmeti i Allahut, nga mëshira e Allahut, krejt gjunahet që ka i ka bëhen në kufrin e tij, se nuk ka gjunah më të madhe, la kebira badel kufr, nuk ka diçka mëkat më të madh, la dhanbe badel kufr, nuk ka mëkat më të madh se kufri. Thot, në momentin që e pranon Islamin, Allah ja fal këtë gjunahet, 0-0. Edhe kujna ja u ka fal, 0-0 ative që kanë bo hijret në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai që ka emigruar me pejgamberin ja ka fal Allahu këtë gjunahet. Edhe treta thot, ati që pranon Allahu haxhin. El hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haxhi pranum nuk ka tjetër shpërblim përpos se xhenetit ja fal këtë gjunahet. Lindën, do më thonën, pa mëkate, sikur që e lindaj ajo nona të fëmijën e saj, të foshin e saj, pa gjunahe. La taqnatu min rahmetillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah i fal këtë gjunat, nuk ka gjunat që nuk fal. Pastaj tha Allahu Azza wa Jall, innahu huwal ghafurur rahim, se më të vërtet është ai mëkat falës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabeve, ishte një grua, e kapi foshën e saj dhe aq shumë e shtrëngoi në gjoksën e saj, sa që menduam se do t'ja thën eshtrat. Than sahabët, i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, apo e shihni këtë non se sa e mëshirshme është për fëmijën e vet, se aq shumë po e shtrëngon dhe aq shumë po e don, Allahu është më i mëshirshëm se sa nona e kësaj foshës për foshën e saj. Derisa jo i mëshirshëm, po me tregu se Allahu Azza wa Jall gëzohet me pendusin. Do të thonë, kur njeriu bën mëkat
dhe pastaj pendohet, Allahu azza wa jall gëzohet me pendimin e robit dhe e ka pru një shembull shumë interesant pejgamberi alayhis salam. Thot njeriu të penduesit i ngjan një shembull. Çfarë shembulli? Thot një shembull i cili një njeri me devën e tij ka dalë në shkretir. Dhe në devën e tij e ka ushqimin, e ka pijen, e ka veshmbathën, krejt gjërat çka i duhen i ka me vete. Në moment duke shku, thot ndalet dhe raskapitet lodhët dhe ndalet pushoje. Sa i mbyll sytë e kap kotja, devja i hik. Thot ki njeri dëshprohet, mërzitit atë shumë se mbi shkretire. Pa haje, pa pije, pa zgjon, vetëm se është vdekja. Edhe i hub këtë shpresat. Thot moment hecë edhe pak e shet që kur gjon. Hule thot me një ven edhe thot përsëri e kap kotja nga lotësia e madhe. Thot moment i hap thot syt edhe e shet devën e tij para vete. Kur e shet devën e tij para vete e kap për litari dhe çaq pikëzimit të madh thot o Zot, ti je robi jem, un jam Zoti jot. Dhe se thot o Zot, ti je Zoti jem, un jam robi jot, se unë i hupa shpresat se kështu shkuar. O Zot, ti je robi jem, un jam Zoti jot. Thot pikëzimit të madh ki njeri që e ka gjetë devën, thot i ka tollovit edhe fjalë, i ka doloshit. E thot Allahu gëzohet me robin kur pendohet më shumë se ki njeri që e ka gjetë devën e vet. Allahu thot gëzohet pejgamberi sa të sa më shumë se ki njeri që e ka gjetë devën e vet kur robi Allahut pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo tregon se dera e pendimit vazhdimsi është do të thot e hapur. Jo vetëm me kaq, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam që Allahu azza wa jalla thot ja ibn Adam innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka wala ubali. O biri Ademit, ti çdo herë që të më lutesh mua, çdo herë që ki shpresë në faljen time, sa herë kam ta fal. Sa herë o biri Ademit që ti më lut mua, edhe ti ki shpresë në faljen time, unë sa herë kam ti falen. Ja ibn Adam, law balagha anana as-sama'i, nëse ishte mbush edhe kupolla e qiellit me gjunohe, thumma astaghfartani, pastaj kërkon falet e une, ghafartu laka wala ubali, ti falë dhe nuk e kam dert. Walau atayta bi qurabil ardi khataya, nëse vjen edhe sa sipërfaqe e tokës me gjunohe, pastaj vjen ditën e gjykimit duke nuk më kibo shirk me tauhid pastër, ti fali këtë gjunohat. Çka do të thotë kjo? Tregon se Allahu azza wa jall aq ka mëshirë të madhe, dhe aq ka dëmshuri të madhe, dhe aq është i mëshirshëm, dhe aq është i butë me robrit e tij, sa që në momentin që vetëm i ngrit dur dhe thot o Zot falmi, Allahu ja fal. Për ata e përmenda edhe më herët, thot pejgamberi alayhis salam, Allah është bujar edhe i turpshëm. Allah është bujar që jep shumë, edhe është i turpshëm. Thot i vjen turp Zotit, që robi i tij kur ti ngritet durt nalt, t'ja kthen durt e tij të zbrasta. Do më thonë, Zoti, kur ti ngritish dur nga bujaria e ti, ti fal. Nga mëshira e madhe e ti, ti fal. Për ata, Zoti që e ka një cilësi, nuk e ka njeri. Për ata, Zoti është, cilësit e tia janë absolute. Cilësit e tia janë shumë të larta që nuk krahasohet me njerëzit. Njeriu është me fëmijën e vet i mëshirshëm. Njeriu është shumë i mëshirshëm me fëmijën e vet. Mirë, po nëse bën dëni mëkat, dëni gabim, aq nervozohet që nervoza e tij e te i kalon rahmetin, edhe ndoshta ka njëherë pi mos vetdijes e dëmton fëmijën e vet. A e kundërta thot pejgamberi alayhis salam, Allahu azza wa jall çaq e ka rahmetin e madh, sa që ka thonën inna rahmeti wasiyat ghadabi, mëshira ime e te i kalon hidhrimin tim. Qa që ka rahmetin e madhë Allahu azza wa jall, sa që dhe më u hidhru me një rob, nëse pendohet, është hidhru, ka bu një gjuna shumë të madhë. Momentin që i kërkon Allahut falje, thot rahmeti Allahut e mundën hidhrimin e Allahut azza wa jall. Për shak rahmetit të madhë që e ka Allahu subhanahu wa taala. Shikoje qëfar hadithi shpres dhënës për ato njerëzit që kanë bo gjunahe dhe mendojnë se Allahu nuk ja falë. Jabe se shejtani, një prej armëve që e kemi cekë edhe dersën e parë, është me ja
me bo pesimist, me thonë, abe ti ki pi alkohol, ki bo zina, ki bo ket, ki hongër ka mat, a menon që Allah ka me ta falë, qa shkolla e vesh ngrej dur të Allah falë me dhe ka me ti falë, ja, sa ki mu gjek, sa ki mu bo, sa ki mu shtu. Pse o kjo muhabeti që ti me i hupën, du me thonë shpresët nga pendimi. Me thonë, be Allah ti s'ta falë. Sa gjunohë e ki ti, Allah ja falë dë njëri që ka gabu kështu, ama ti, ku ti falë ti e? Ti ki di, ti ki bo shumë gjunohë. Thot, ndëgjoj këtë hadith, është shumë shpresdhënës. Thot pejgamberi alayhis salam, "Walladhi nafsi biyadi." Pasha atë i cili shpirti im është në dorën e tij. "Law lam tadhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqawmin yudhnibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfir lahum." Pasha atë i cili shpirti im është në dorën e tij, nëse ju jeni një popull që nuk mëkatojnë, nuk bëni gjunohe, Allahu kam ju largu juve, kam ju zhduk për sipërfaqes tokës, kam e pru njerëzit qerë, që gabojnë edhe që pendohen, edhe kur të pendohen, Allah t'ja falë ative. Kjo është me abo bajat, me shejtanit, me ketë, me i thonë se Allah Azza wa Jall e ka kriju njeriu në dopt, wa khuliqal insanu daif, është kriju njeriu i dopt, dhe nëse njeriu gabon, Allah ja falë, bile nuk ka sipërfaqen e tokës njeri që s'gabon, çdo njeri gabon, mirë po në momentin që pendohet, ja falë si kur të kish pas njerëzi, që si kishin bo gjuna Allahu do t'i kishte largu ato njerëzi, do t'i kishte zhduk ndoshta ka sipërfaqen e tokës, kishte pru njerëzi qerë që gabojnë dhe pendohen. Kjo a di çka është? Kjo nuk do thotë se hoxha po thot kana mirë, groja çka du se Allah t'i falka. Jo, në tanë muin kina spjegue mëkatet e mdoja, rreziku dhe domi mëkateve të mdoja. Këtu në këtë hadith për qëllimi është ai që ka bo gjunahin. E ka bo gjunahin, mos t'i humbe shpresa se ku me ditë sa ka bo gjuna. Nëse është mbush edhe kupolla e qiellit, edhe sipërfaqja e tokës, edhe nuk ka njeri mëkator sipërfaqen e tokës, nisën do të me ditë se përsëri mëkati jot nuk mrin me shirkun edhe kufrin e qafirit, që kur hin në Islam Allah ja fal ketë, e Allah t'i fal edhe ti kret mëkatet. Bile, dietarët i shka thënë, aq mëshira e madhe Allahut është. Jo që Allahu ati që ka bo shumë gjunohe, ja fal gjunohet, përveç se ja fal gjunohet, që ato gjunohe që ka i ka bo sa kodrat mdoja, ja shëndron në qka? Janë shëndron në punë të mira. Walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar, ato që kanë bërë shirk. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dhe ato të cilët kanë vrarë njerëz. Wala yaznun, dhe ato të cilët kanë bërë zina. Yudaf lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah, atyre që kanë bërë këto gjunohet dhe nuk janë penduar, këtyre njerëzve kam ju shumë fishu dënimin ditën e Kiametit. Pastaj tha Allahu Azza wa Jalla, illa men tab, përpos ai i cili është pendu, wa amana, dhe ka bo vepra të mira, dhe ka besu dhe ka bo vepra të mira. Illa men tab wa amana wa amila salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Atyre njerëzve Allahu ka më shndru gjunahet e mdhoja në sevape. E një djetari si thotë, kur të vjerë shejtani të thotë se Allah s'ti fal, thu po Allah kur s'mi fal mua. A di pse? Se Allah që do gjuna ka më shndruar punë të mira. Lënë që Allah thotë ja fal ato kodrat e mdhoja me gjuna çka i ka, që ato kodrat e mdhoja me gjunahe ja shndron punë të mira. Në kandarin e djathtë, të cilën janë veprat e mira, dhe në kandarin e anës majt, të cilët janë veprat e këqija, prej mëshirës Allahut, thot Allah Azza wa Jall, me çat pendim prej anës majt që e ka pas kodra, regjistra pa numër, ja transferon, ja fal, ja transferon në sevape. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dhe Allah është mëkat fals i madh dhe mëshirën e ka shumë të madhe. Bile, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, subhanallah, thot ditën e Kiametit vjen robi mëkatar, thot Allahu Azza wa Jall i afrohet dhe i thot o robi jem, atë kujtohet kur e ki bo këtë vepër, thot po o Zot, thot më ta kum fal. Atë kujtohet kjo vepër, po, thot edhe këtë vepër ta kum fal. Atë kujtohet kjo vepër, atë kujtohet kjo vepër, kur ja përmend çaj vepra, fillon mu tut, thot pas kum bo shumë gjunahe. S'ka shpëtim, jam kana për nxjerr në xhenemit. Thot Allahu Azza wa Jall, krejt të t'i kum fal. Jo vetëm se t'i kum fal atij robit, po i thot të kum shndruar në punë të mira.
Do thonë ti kum të fal, edhe ti kum shndrum punë të mira. Ati çka i shkon mendja ati herifit, ati gjunahit, ati mëkatarit, kur e shem mëshirën e gjon të Allahut, lirohet. Ai shka thot, ti kisha bone do gjunahe që të mi bojnë punë të mira, ala ma shumë të më randohet peshore vepra dhe të mira. Para i shkon mendja do ti kisha bone do gjunahe që ti isha pendua ato gjunahet mi kishë shëndrua Allahut në punë të mira. Dhe më thonë, nga rahmeti i madhi Allahut, për kanë, për ati cili pendohet, që mos mi hub shpresat në rahmetin e Allahut. Mos mi hub shpresat në faljen e Allahut, se Allahu azza xhel e ka aq faljen e gjon, aq e ka faljen e madhe, sa që në mendjet tona nuk në mund na bjen ndërmend. Mirë po, thot Abdullah ibn Abbasi, jo gjunojnë me marrën sikur send shumë i thjeshtë. Sepse ai i cili na përkom kufit e Allahut, edhe i shkel gjunohet Allahut dhe nuk e ka dert, ki i ka cilësit e munafikut. Thot Abdullah ibn Abbasi, thot innal mu'min la yura dhunubu mithlu al-jabal yashukku an yaqa alayhi. Thot muslimani besimtari kur e bën një gjuna, çaq frigohet sikur me i rodë një kodër e madhe tutës se po i bën mbi kokë. Domethënë kur e bën një gjuna, çaj gjuna i duket çaq i madh, sa që më kon sa një kodër e madhe. Wa innal fajir wal munafiq, e kur bën gjunahçar i madh, e në munafiku i duket sikur një mizë e vogël dhubabe waqa ala anfi, i ka ardhur një mizë dhe u ka ndonë në hundën e tij, edhe ai e dëbon kështu. E hek. Mohon kur gjosa kjo. E një mizë, tak e përze. Mirë po, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, çdo gjuna i cili e bën biri i Ademit dhe e shen syrin e tij të vogël, e zvoglon te Allahu botë më e madhe. Çdo gjuna që njeriu e stërmadhon syrin e vet, e ka bënë gjuna, e i djeg zemra për atë gjuna pse e kumbo, te Allahu zvoglohet ajo vepra. Te Allahu zvoglohet. Për ata kanë thonë mos e shiko gjunohin, a e bën gjunohin të madh, a e bën gjunohin e vogël, por shikoj se ku je duke i bë mëkat, je duke i bë mëkat krijuesi gjithësisë Allahut, i cili e ka posedon qiellin dhe tokën, edhe ka thonë musuhabit se kodrat e mdhoja janë bo pe guralecave. Kodrat e mdhoja janë bo gur, me gjujt gur, e kini parë mina, nëse ka shku dukush, mina, kur të shkojsh është atë thellë është poshtë, 200 metra, 300 metra, birë atje. Kur të fillojnë me fuk njerëzit, gurzi, bo si kodrat mdhoja, vinë bultuzherat e mdhoja i bajnë i qenë, se s'ka vend mu mushët, kodrë e madhe bo. 4-5 katë, tu gjujt në atë birën ati, mushën bo të mdhoja. Du më thonën, kodrat e mdhoja janë bo për guralecave, mësi në shma mëkatët, se ndoshta qëto mëkatët shumë herë njerëzit, ndoshta kanë mi mundu ma te për në zemë gjehenemit gjunat e vogla, se ndoshta gjunajnë e madhë tutët ka mu pendu tek Allahu azza wa jall. E lusim Allah azza wa jall që na falë mëkatët e mdhoja dhe mëkatët e vogla, dhe ta përfundojmë për në fond, janë disa kushte, kanë thonë djetartë, për të qenë tobja e pranum dhe e falët prej Allahu azza wa jall, janë disa kushte. Njëna e para ka thonë më konën tobe e sinqertë. Mos më konë tobe e rrenjshme, pendim i sinqertë. Kanë thonë çka pendim i sinqertë? Allah ka thonë ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju njerëz, o ju besimtar, pendoni tek Allahu azza wa jall me sinqeritet. Kanë thonë e para tjetër me sinqeritet. E dyta çka është? Entendem ale masi. Ti vjerë keq për atë mëkat që e ka bo. Dhe më thotë nije keq ardhi. Jo sikur dukush ka bo gjunohë, edhe hin me gjlis, e në tash du me kaldu se o kon kabadai. Sa femre i kun pas une. Sa pari i kun hargjuna për kazino. Sa i kun bo ketë, Pa Allah ti ka falë ti du gjunohë. S'ti di kur kush. Pendo Allah ti falë. E pse i kalzon të njerëzit? Për ata tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah ka mja falë ketëve umetit, por vose ative çka i kalzojnë gjunahet e veta. I reklamojnë gjunahet e veta. E ai që i reklamon, e ka gjunahin edhe dënimin më të madh. E para me qenë domethënë sinqerisht mu pendu, e dyta me pas keq ardhje. E treta thot me braktis gjunahin. Edhe mos mu kthin gjunah. Mos me bo, pendona, ama menin e ka prap, bjarë një shonë, prap ka mu këshkun, ka mu këthi atje. Kjo nuk është pendimi sinqert. Derisa kanë thonë komentatorët, qysh është kjo pendim mos mu këthi mu prap në gjuna, me e bo një jetë që unë s'ka mu këthi mu në gjuna kur, ashtu si ishtë nuk mundët mu këthije, a i qumshti kure mjelim, lopën ose delen, në gjitë e soja muht me këthi, mëse prap a i qoboni e mjeli atë kovën me qumsht, edhe pasi ta këthem prap në gjinin e soj, nuk këthejet mu.
S'kthehet mo. E kështu më munu mos më kthi mo, do të thotë në gjuna. Qetra, ta e premtimin Allahut që unë mo s'ka më kthi aty. E katërta, thot nëse është diçka lidhje me njerëzit, se ka gjunat që e ki bo me Allahun, shemëll ki pi alkohol, edhe e pendu me Allahun azza wa xal dhe nuk e kthi më, Allahu ta ka fal. Mirë, po nëse dukujna i ki marr borxh sa ki kthi borxh, apo dukujna i ki bo padrejtësia, ki marr tokën, apo ja ki marr mirasin, ja ki marr vllaut mirasin pi babas tan, atë hisën, edhe nuk ja kthen atina. Edhe thunë jam pendu të Allah, po djava ti që pendu të Allah, a i ka me timatit e në gjikimit se vapët. Sa gjë nuk ka, as tokë, as hise, as pare, a gjë ka vetëm se vapët. E thot nëse të hargjohën se vapët, qka ndodh? Je heb gjunat. Po nëse edhe gjunat s'kaj, rifi që, qka banë thot, ngarkohësh, qatë shumë, ti berë se vapët, ti heb gjunat, edhe mo hinë zanxhen. Dhe më thonën, tjetra nëse ki bosh me njerëzit, hakin e njerëzit dush të kthesh. Tjetra, kanë thonën, dush të pendohësh në kohë. Qka është mu pendu në kohë? Ka thonë pejgamberi a.s. Allahu e pranon pendimin me lem ju gargir. E pranon deri sa nuk vjen shpirti gargara që thënë, deri në fit. Kur i vjen shpirti mo me dalë, mos ka o mo pendim. Usos më puna jote. E afazon Allahu njerin deri në momentin të i dalë shpirti. Për ato dhe Firauni, boni, zullum, thonë jam zot juve më i lartë, kuj diçka. Kur hinin deti, edhe mbloj deti, edhe u fundos në deti, edhe filloj të pije uj deti, e shet që ma të vdek, shte unë u pendova. Pse Allah sa ka pranu pendimin Firaunit? Se ma të i dalë shpirti, kur kuj sa pranu? E ka thonë, por subhanallah, Gjibril a.s. thot, duke e ditë rahmetin e Allahut, sa u do deti njerë, duke e ditë rahmetin e Allahut, kur Firauni e pa që atu vdekën, thot nisi me thonë shahadetin, me pranu, thot Gjibril e sëmë, thot mirë ke zalë, rërë, prej detit dhe ambushke gojen, thot se prej frigën mos përja pranu Allah i pendimin Firaunit. Se ha që e ka mëshirën e madhe. Mirë po, pësi sa ka pranu Allah zë gjelë Firaunit, sa o konë gargara. Me lem ju gargir. Dhe më thonë, nëse vjen puna, me dalë më shpirti, i shef më me lekt, i shef më ketë, s'ka më pendim. Deri në atë moment më ketë kanë më pendu, se ishe me lëkull motin të jamar shpirtin, ishe më u kri kjo punë. Kjo është një, edhe dyta, rast që nuk e pranon Allah pendimin, është kur të linde djeli nga perëndimi. Se normal, djeli lind prej lindjes në perëndim, kur të bëhet kiameti, ka thonë pejgamberi sa, do të bëhet kiameti ditën e xumës. Subhanallah. Ditën e xumës Allahu azza wa jalla ka kriju Ademin alayhis salam. Ditën e xumës e kanë nxjerrë pi xhenetit. Ditën e xumës kanë me hinë në xhenet musliman, ditën e xumës kanë me pa Allahun azza wa jalla në xhenet, ditën e xumës ka mu bu kiameti. Ditën e xumës. E thot kur do të bëhet dita e xumës, ajo ditë kur do të jetë kiameti dhe dielli ka me lind prej perëndimit lindje, atër ma të u bo kiameti, atër nuk pranohet. Qatër më nuk pranohet. Do të thotë besimtari tjeti sinqert, ndije keq ardhje, mos kthehet në mëkat që e ka bo, dhe çka ka hak ndaj njerëzve, t'ja hakin e njerëzve, dhe të pendohet në kohën e duhur, mos ta vanon pendimin. Sepse nuk është kur gjost kushton 10 minuta të ngrish durt, sinqert, o Allah falma në momentin që i thu Allah falma, Allah ta fal. Pse se nuk e dina as njoni për neve se kësaj na gjamë. Se njëna prej armëve të shejtani thash, ja vanon pendimin, ti i rive, ti i forti, i shnoshi, zemrën mirë, gjakin mirë, kur gjos ki as sheqeras, kur ta shush ka bon ndeshje ka vdek. Ka ronë gjumë me flet, su ka qup, psebe, a pat vëllaj kur gjo, ronë me flet, su qup. Sa ka pjative që kanë vdek në gjumë? Sa ka pjative që u djegën shtash? Hinë, aty është djegët, kur se mërvesh, ka shku, shnosh, ka djegë. Nuk i dihet, mirë po, në momentin që pendohësh, edhe me të zonë vdekja, i pendumi jetë Allah azza wa jall. Ka thonën, Allah azza wa jall nuk lodhët duke ti falë, derisa ti nuk lodhësh duke kërku falje. Do më thonë, ti pendohu, banë mëkat, pendohësh, Allah ta falë. Po prap bone mëkat, po prap pendohu, Allah prap ta falë.
E kështu vazhdo derisa të takojsh Allahun azza wa jall me pendim me falje. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu të na fal gjunahet e mëdha, edhe gjunahet e vogla, e të na mëshiron, e të na fal, e të na bën besimtar të devotshëm, e të na bashkon xhenetin Allahut azza wa jall me pejgambert, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, atë ditë që të kënaqemi përgjithmonë në xhenetet, në dhuntit e xhenetit. Allahu ju shpërbleft me katë që përfundojmë. Inshallah takohemi shnosh e mirë në Ramazanin tjetër. Allahu ju shpërbleft me të mira. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.